Cilësia e ujit në 3 lagunat kryesore të vendit, Karavastan, Nart dhe Butrind, ka shënuar përkeqësim gjatë vitit 2025. Sipas raportit të gjendjes në mjedis të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, të 3 lagunat janë klasifikuar me cilësi eutrofike, çka tregon një ngarkesë të lartë me lëndë ushqyese dhe materiale organike që ndikojnë negativisht në ekosistemin ujor. Në lagunën e Karavastas, raporti evidenton kërkesë të lartë kimike dhe biokimike për oksigjen, si dhe nivele të larta të nitrateve dhe fosforit total. Këta treguese klasifikojnë lagunën në kategorinë eutrofike. Edhe laguna e Nartës rezulton me cilësi eutrofike, kryesisht për shkak të nevojës së lartë kimike dhe biokimike për oksigjen, ndërsa niveli i nitrateve mbetet brenda kufive. Karboni organik total është vlerësuar me cilësi jo të mirë. Në lagunën e Butrindit, pjesa më e madhe e treguesve paraqitet në gjendje më të moderuar, me transparencën e ujit dhe kërkesën për oksigjen të klasifikuara si mezotrofike, ndërsa nitratet si oligotrofike. Megjithatë, niveli i lartë i fosforit total e ka ulur vlerësimin përfundimtar në kategorinë eutrofike, një kategori më poshtë, krahasuar me vitin 2024, kur Butrindi ishte klasifikuar mezotrofik. Raporti bazohet në monitorimin e transparencës së ujit, nevojës kimike dhe biokimike për oksigjen, nitrateve, fosforit total dhe karbonit organik. Sipas specialistëve, ruajtja e cilësisë së ujit në këto laguna është thelbësore për mbrojtjen e biodiversitetit, pasi ato përbëjnë habitat të rëndësishëm për peshqit, shpendët ujor dhe shumë specie të tjera të florës dhe të faunës.